Përshëndetje, unë jam Gentian Gjiknuri dhe ky është podcasti i radhës Odu Talks by String. Sot kam një të ftuar speciale, është zonja Ledi Meraj dhe është drejtuese e Agjencisë Inovacionit dhe Ekselencës. Mirë se erdhe, Ledi. Faleminderit, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën, Genti. Përpara se të hyjmë në temat tona kryesore, a mund na tregoni pak më shumë për rolin tuaj në Agjencinë e Inovacionit dhe Ekselencës dhe si e përkufizoni rolin tuaj si drejtuese e kësaj agjencie? Patjetër. Agjencia e Inovacionit dhe Ekselencës është një institucion shtetëror në Ministrinë e Ekonomisë dhe të Inovacionit dhe ka si mision fuqizimin e inovacionit në të gjithë Shqipërinë. Dhe këtë e bëjmë nëpërmjet angazhimit të ekspertëve në fushat më të mira dhe në teknologjitë më të fundit në administratën publike nëpërmjet agjencisë. Dhe roli jonë është të nxisim inovacionin në administratën publike dhe të ndikojmë në inovacionin në të gjithë Shqipërinë dhe në ekonominë shqiptare. A keni sfida? Siç e pet, nëse mund të drejtohem me ti. Sfida e parë është përkufizimi i punës që po bëjmë, sepse përkufizimi i fushës së veprimtarisë është i gjerë. Dhe sfida kryesore është ajo si sfida e një startupi. Besoj se Unë ndjej. You can relate, si thonë. Dhe sfida është ajo e gjetjes së produktit që është më i vlefshëm dhe që sjell më vlerë në administratën publike në këtë moment të caktuar. Dhe pastaj se si këtë produkt ta shtrish në të gjithë administratën publike nëpërmjet kryeqendrave të inovacionit dhe të ekselencës që janë si truri inovativ i administratës publike. Atëherë, më lejo të të bëj unë ca pyetje. Okej. Genti. Them që është okay ta bëjmë si një bashkëbisedim. Patjetër. Kemi dhe. Si CEO i String. Ne jemi takuar bashkë në eventin për të parë në eventin e Future to Tech. Dhe ju vini nga një fushë që ndërlidh edhe biznesin edhe teknologjinë. Jam kurioze të di se cili ka qenë vizioni juaj për String dhe pse zgjodhët Odo si atë platformën. Atëherë, jam kurioze të di se cili është vizioni juaj për String dhe pse zgjodhët Odo si platformën që do të silli ju në Shqipëri. Vizioni ynë për String është i qartë. Ne duam të fusim digitalizimin në kompanitë shqiptare. Është një sfidë që e kemi ndërmarrë prej vitesh faktikisht me kompaninë tjetër që kemi prej 13 vitesh në tren me Logical dhe po e pasojmë, po vazhdojmë hapin tjetër, duke qenë se Logical kryesisht është marrë me automatizimin e punëve në terren. Tani jemi duke hyrë në zyrën qendrore, pra në zemër të kompanisë, duke automatizuar proceset prej aty. Zgjodhëm Odu si një platformë e thjesht për të implementuar, e kuptueshme nga përdoruesit, e thjesht në përdorim dhe jo me atë pamjen klasike të tmerrshme të një sistemi të vështirë dhe jo user friendly. Ashtu si dhe ju, edhe ne kemi disa sfida, përballemi me disa sfida dhe një ndër këto është ndryshimi i mendësisë së njerëzve që punojnë për këto kompani. Pra, kemi të bëjmë me një platformë që fokus ka bashkëpunimin, ka komunikimin pa zë, e quajmë ne, dhe njerëzit nuk janë mësuar kështu. Njerëzit duan të flasin, duan të komunikojnë, duan të marrin urdhra, duan të japin urdhra. Por platforma këtë e bën në një mënyrë tjetër, e bën më këndshëm dhe mendojmë që është një nga ato sfidat që ja vlen ta marrësh përsipër. Shumë interesante. Unë isha shumë kurioze që ju zgjodhët këtë platformë sepse unë vetë vi nga një eksperiencë gjatë e punës me aplikime që mbështesin operacionet e kompanive.
Dhe faktikisht kjo ishte pyetja ime e radhës, nëse mund të na flisje pak për backgroundin tënd, pra eksperiencën që ke patur në teknologji dhe si të ka ndihmuar kjo për tu qasur në tregun vendas në këtë rolin e ri. Po e nis nga profesionale, sepse vlera që sjell në tavolinë, qoftë në këtë rol, qoftë edhe në bashkëpunimin me kompanitë private, qoftë startupet apo kompanitë e zhvilluara në Shqipëri, është eksperiencia ime prej më shumë se 20 vjetësh në Silicon Valley. Dhe po të ndërtojnë disa grafe, të cilat tregojnë vlerën që mund të sjelli një produkt, në këtë rast eksperienca ime, është varieteti dhe shumëllojshmëria e teknologjive të cilat unë kam prekur, sidomos në tregun që quhet B2B, business to business, që nga sistemet e CRM-it në sistemet e mbrojtjes së big data dhe më së fundmi me platformën e inteligjencës artificiale për imazheri. Dhe në të njëjtën kohë kam pasur shumë role në një kompani teknologjie që nga zhvillimi i produktit kam mbaruar për informatik, kështu që kam qenë në një farë kohë edhe software engineer dhe duke pasur një dëshirë shumë të madhe për ta lidhur teknologjinë me realitetin, kalova në procesin e sjelljes së produkteve në treg. Dhe në këtë mënyrë kam prekur të gjitha pozicionet e një korporate dhe nëpërmjet kësaj kuptoj edhe sfidat që kanë disa role ekzekutive në një korporat ose në një biznes në adoptimin e teknologjive të ndryshme. Dhe sigurisht kam punuar dhe me korporata që nga startupet deri në kompanitë shumë të mëdha, duke i konsultuar ata në adoptimin e teknologjisë për të arritur synimet ndryshme që kanë këto biznese, qoftë për të rritur hyrje në treg apo edhe për të rritur operacionalitetin edhe të ardhurat kur janë kompani më të mëdha, ose shkallëzimin që i kanë. Pra me një bagazh të plot keni marrë përsipër këtë detyrën, këtë sfidën e re. Tek paneli që u njohëm, paneli kishte të bënte me inovacionin dhe qeverisjen digjitale. Cili ishte mesazhi më i rëndësishëm që ju morët pas atij diskutimi dhe që mendoni që ka vlerë për bizneset në Shqipëri? Gjë e parë që vura re ishte një ngrohtësi jashtëzakonshme nga ekosistemi inovativ shqiptar. Dhe kur bisedat bëhen me vlerë dhe me kuptueshmëri, atëherë pash një interes të jashtëzakonshëm, që besoj e vura re te ti, që njerëzit filluan të afrohen, sa më shumë që po flisin për gjëra konkrete, njerëzit donin të kuptonin se çfarë ishte kuptueshmëria e inovacionit apo kufizimi i inovacionit dhe si të merrnin vlerën që dolin ata nga bisedat e ndryshme që po bënim ne aty. E dyta që mora si vlerë është që duhet të vazhdojmë edukimin. Madje ishte ti që solla atë në tavolinë si një nga gjërat më të domosdoshme të tregut shqiptar sot ose të ekonomisë shqiptare në zhvillim. Dhe e treta ishte që bashkëpunimi i qeverisë me bizneset duhet të vazhdojë të jetë dhe të rritet në vazhdimsi, siç po bëhet, në mënyrë që bizneset, qoftë nga startupet deri tek bizneset e mëdha, të mbështeten sa më shumë në kërkesat që kanë ata për inovacionin që sjellin në treg. Nëse më lejon të shtoj diçka për pjesën e panelit, unë e gjeta edhe në panel. Pra, më vjen mirë. Ishte një nga ato bisedat, shumë mund ta shpreh tamam, një bisedë shumë konstruktive, e parë në disa këndvështrime, pjesa e tregut dhe pjesa e digitalizimit, dhe analizuar nga njerëz që vërtet flisnin me besim të plot dhe me eksperiencë goxha të madhe në tregun tonë. Kështu që unë them që ishte panel shumë interesant dhe mirëpres edhe panelet tjerë të këtij tipi nga ju. Faleminderit. Edhe qëllimi i atij paneli ai ishte dhe më vjen mirë që dëgjoj që ja ka arritur atij qëllimi që ta sjellë ekosistemin
bashk edhe të sjellë vlerë. Kjo është fjala kyçe, sepse megjithëse jemi një agjenci shtetërore, jemi krijuar me principet e një startupi të vërtet, teknologjie po themi, dhe parimet janë që në fillim dhe agjencia është ndërtuar që në fillim me parimin e sjelljes së vlerës. Duke konsideruar qoftë qeverinë, duhet konsideruar edhe tregun privat si një klient i cili ka nevojë për sjellje vlerë dhe për sjellje të një produkti që i shërben natyrës. Qasje shumë unike kjo faktikisht, nëse më lejon të them kështu haptës, jo e zakont për qeverin tipike, për më tepër për qeverin shqiptare, megjithatë meriton një përgëzim për këtë guximin e marrë dhe për këtë ecurin drejt kësaj gjës që unë thash është sens unik, pra nuk mund të kthehemi më mbrapa. Kështu që uroj që të ketë dhe nisma të tjera të ngjashme më tej, nga pjesa e qeverisë, patjetër që sektori privat e ka këtë si mendësi dhe nuk di të operojë ndryshe. Po fakti që unë jam këtu dhe fakti që po operojmë në këtë mënyrë është një reflekton edhe dëshirën që kjo lloj fryme të adoptohet në administratën publike. Okej, nisur nga eksperienca juaj shumëvjeçare në tregun amerikan. Çfarë mendoni se është urgjente sot në Shqipëri për bizneset dhe pse duhet kalojnë drejt këtyre sistemeve të avancuara ERP dhe CRM? Dhe çfarë rrezikesh do të sillte mungesa e këtij digitalizimi në tyre? Pra ju keni parë korporata shumë të mëdha të ecin në këtë drejtim. Siç e thamë edhe në forum, duhet e para të përkufizojmë pak edhe fjalën inovacion. Edhe ka 2-3 përkufizime të inovacionit me sa kam parë kur kam arritur në Shqipëri para pothuaj 2 vjetësh. Përkufizimi i parë është përkufizimi i startupeve ose ekosistemit të krijimit të startupeve që nga research and development në një startup dhe ky pastaj rritet shumica e kohës janë startupe që janë startupe të teknologjisë ose high tech në fusha të ndryshme. Dhe ky është një ekosistem që quhet shpesh inovacion. Termi i dytë është termi i kompanive që bëjnë aplikime të software-it, si që jeni edhe juve, me String edhe Logical. Dhe këto mund të jenë, shumicën e rasteve janë aplikime që janë të customizueshme ose custom, por që bëhen me kërkesa specifike të një klienti të caktuar, ose custom applications, që në Amerikë quhen professional services organizations. Dhe pastaj kemi edhe konceptin e inovacionit në përkufizimin e krijimit të një gjëje të re. Për shembull, nëse një institucion financiar krijon një produkt financiar që i shërben specifikisht trendit shqiptar, edhe ai quhet një inovacion. Apo nëse një kompani sjell një model biznesi që është unik ose një model biznesi që shkallëzon atë biznes, edhe ai është një inovacion. Dhe duke vëzhguar të tëra këto, kjo është shumë e rëndësishme sepse roli i agjencisë futet në këtë përkufizimin e fundit që thashun. Dhe them që gjë më e rëndësishme është që kompanitë të kuptojnë që një duhet të ndrojnë ose e rëndësishme është që kompanitë duhet të vazhdojnë të përqafojnë mendësinë e inovative. E para, dhe e dyta të adoptojnë teknologjinë si një nga mekanizmat për rritjen e operacionalitetit dhe rritjen e efikasitetit të çdo biznesi. Dhe këto të dyja janë të rëndësishme sepse me sa vëzhgoj me hyrjen në Bashkimin Evropian, ne duhet jemi gati. Bizneset duhet jenë gati, profesionistët duhet jenë gati që t'i përgjigjen tregut evropian, qoftë me mundësinë, qoftë dhe me sistemet që kanë ato në vend për të konkuruar në një. Pra ekziston një rrezik, thoni ju,
i mos përgatitjes do ketë pasojë për ata që nuk janë gati të përballojnë konkurrueshmërinë. Pasare do jetë që nuk do jenë gati dhe do duhet pastaj një kohë shumë më e shkurtër për të përgatitur për të integruar në trebin evropian. Okej, e qartë. Nga përvoja juaj, cilat janë sektorët që po tregojnë më shumë gatishmëri për të adoptuar teknologjinë dhe cilat janë sa sektorë që ndoshta janë duke rezistuar ndaj kësaj teknologjisë? Deri tani jemi përfshirë në administratën publike më shumë me produktet që ofrojmë apo rekomandimet. Dhe ndoshta përgjigjen e kësaj pyetje ti do ta dish më mirë se unë në këtë moment. Unë po flas pak për vëzhgimet që kam pasur, qoftë nga eksperjenca ime personale. Mund të them që kompanitë e telekomunikacionit e kanë përfshirë ose e kanë përqafuar teknologjinë. Eksperiencat e mia kanë qenë një lloj si në Amerikë për shembull. Dhe po shikoj edhe kompanitë, bankat ose kompanitë financiare që po përpiqen që të ofrojnë shërbimet online. Sigurisht kemi edhe ekosistemin e startupeve në fintech që ndihmon me këtë. Dhe do isha shumë kurioze të dëgjoja nga ty eksperiencën që ke pasur ti me jetë gjatë në Shqipëri. Atëre, si person që jam hands-on dhe me eksperiencë në treg, them që pjesa e hotelërisë turizmit është duke adoptuar shumë shpejt teknologjinë dhe digitalizimin. Është e paevitueshme për ta, volumet tashmë janë shumë të larta për të përballuar në mënyrë manuale dhe shoh që kemi një angazhim total të kësaj industrie për të përmirësuar. Mund të përmend këtu hotelet, platformat e rezervimeve online, me shërbimet që japin, shërbimet e zgjuara që japin nëpër Smart TV në dhoma. Mund të përmend pjesën e bareve dhe të restoranteve me platformat self-service, platforma delivery që janë shtuar dhe janë përditësuar së fundmi. Dhe janë disa industri që ende po rezistojnë. Pjesa B2B është gjithashtu duke u zhvilluar, sepse patjetër do ndjek klientin e vet, pjesën e hotelërisë turizmit për shembull. Kurse kemi industrinë e ndërtimit që është goxha mbrapa me këtë, ka një qasje pak të çuditshme në këtë treg që është goxha në revolucion apo goxha në zgjerim, në ekspansion. Janë ende duke përdorur ato metodat klasike, ndoshta për shkak të mënyrës se si ata i menaxhojnë punën nëpërmjet kontraktimeve, nëpërmjet skuadrave të vogla, por kryejnë pak transaksione dhe shumë volume pune. Dhe shoh si një nga industri që ka nevojë për të përmirësuar. Duke qenë aty, më lindën disa pyetje. Okej. Ndoshta duke ndarë se duke pasur parasysh që të cilin vlerë për audiencën që po na dëgjon. Shembujt konkret mendoj që janë shumë të rëndësishëm që ndihmojnë tregun për të kuptuar arsyet pse duhet të adoptojnë teknologjinë. Në këtë kuadër, ndoshta po të ndani një shembull konkret nga puna juaj ku klientët kanë përfituar nga implementimi i ERP-s dhe se si kanë ndihmuar ose si ka ndryshuar mënyrën se si këta klient kanë funksionuar. Okej, mund të marr për shembull një rast, një nga këta restorantet goxha të njohura në Tiranë, nuk po e përmend emrin tani, nga një bisedë me pronarin, nëse mund të shprehem kështu, apo me personin që e menaxhonte këtë si biznes, kuptoj që kishin një sër aplikacionesh që bënin secili punë të ndryshme dhe duaj një orkestrim goxha i elaboruar për t'i mbledhur të gjithë për t'i bërë në një mendje dhe duheshin disa orë pune për ditë manuale që këto platforma le të themi të rakordoheshin mes tyre. Një nga sugjerimet tona ishte të përdorë sistemi Odoo, i cili do i mblidhte të gjithë operacionet në një sistem të vetëm. Dhe aty implementuam
që nga pjesa e-commerce, pra pjesën e platformës delivery apo të website-it, u implementua sistemi i loyalty, u implementua menaxhimi i magazinave i plot, u implementua pjesa e kontrollit të stokut, u implementua sistemi kontabël, pra u ngrit një po them ekosistemi tërë brenda një platforme. U goxha koha me të cilën duhet të merreshin punonësit me veprime manuale për të rakorduar dhe u rrit precizioni. Sigurisht që nuk erdhi kështu me një të kërcitur të gishtave, nuk u bë brenda javës, po them. Mori pak kohë, por ky ishte një transformim dhe për vetë ata, për ta parë të gjithë gjën me një këndvështrim ndryshëm, një këndvështrim të ri. Si punë e këtij rasti kam plot të tjerë që mund të rri dhe të bisedoj me orë të tëra. Megjithatë, mund të them që ta avancojmë pak bisedën. Më lidhen dhe disa pyetje ndërsa po flisim ti. E para qëndërzimi e para përmendë qëndërzimin e të dhënave ose qëndërzimin e sistemeve në të gjithë organizatën. Është një nga strategjitë që qeveria e ka përqafuar me sistemin e Albania, që mendoj është një arritje shumë e suksesshme dhe një strategji e rëndësishme. Si reagojnë kompanitë kur rritet transparenca nëpërmjet ndërlidhjes? Okej, dinamika është shumë interesante, edhe pyetja është shumë interesante. Ata që duan punën, reagojnë shumë natyrshëm, u pëlqen, sepse kanë çdo gjë në kontroll. Dhe ata që përpiqen t'i bëjnë bisht, më besoj që nuk u pëlqen fare. Nuk e duan të transparencën, nuk e duan këtë qasje, por që janë element që identifikohen kollaj dhe anashkalohen nëse duan, ose binden për tu përshtatur me mënyrën e re. Më bën përshtypje për shembull me brezin e vjetër, mendoja që do kishim shumë më tepër hezitim për të përqafuar teknologjinë dhe risin dhe po ndodh krejt e kundërta, pra brezi i vjetër është i gatshëm ta përqafojë. Është i gatshëm të adoptohet. Mendoj se pandemia bëri punën e vet në këtë pjesë, pra të gjithë u ambientuan në smartphone-in, në mënyrën e televizorit gjërat me gisht, me pjesën touch dhe e kemi shumë të thjeshtë që ta aplikojmë tek brezi i vjetër. Ndonjëherë ndodh çudia me brezin e ri, hiqen sikur i din të gjitha, ne i dim, mos keni merak, s'ka nevojë të na trajnoni kaq shumë dhe pastaj kur dalin dhe kalojnë në ambientet live dhe duhet fillojnë punën prej vërteti, fillojnë dhe kanë ato problemet e mos trajnimit, si përfundim nuk i dikan të gjitha, pra fillojnë dhe kthehen për një çik regres në disa aspekte. Kjo është një nga ato gjërat që më ka bërë përshtypje. Pjesa e transparencës patjetër që ndihmon, të gjithë janë të kënaqur pasi sistemi shtrohet dhe kalon ato periudhën e problematikave që kanë në momentin e shtrimit. Pastaj është vërtet një ndryshim total në mënyrën se si punohet. Ju shikoj me historinë tuaj me Logical dhe pastaj me String, kaluat nga aplikime që ishin të customizuara ose të bëra posaçërisht për klientët, keni marrë këtë rrugtimin inovativ në ERP të gatshme dhe customizimin e këtyre sistemeve Odoo me kompaninë String. Po flitet shumë për inteligjencë artificiale. Okej. Dhe si është strategjia juaj që të përfshini inteligjencën artificiale në qoftë në rrugtimin tuaj, shërbimin që ofroni juve, apo si e mendoni juve këtë integrimin, edhe përgatitjen që kanë kompanitë për ta përqafuar teknologjinë, po tani më mendojmë që inteligjenca artificiale mund ta bëjnë çik më të lehtë. Deri diku. Këtu nuk kemi të bëjmë
patjetër me big data që inteligjenca artificiale do ishte një avantazh shumë i madh, nuk kemi të bëjmë me procese të pa hartëzuara, apo të pa mirë hartuara. Janë procese pune goxha precize, goxha të mirë përcaktuara dhe për inteligjencën artificiale në këtë kontekst nuk është se ka shumë vend. Megjithatë, ekziston një vend tjetër ku inteligjenca artificiale po jep atë më të mirën e vet, tek analiza e të dënave. Pra, Oduja në versionin 19 e ka të përfshirë brenda vetes një modul inteligjencë artificiale dhe kryesisht të ndihmon në nxjerrjen e raporteve. Pra mund t'i flasësh, mund të komunikosh me zë me të, mund t'i japësh parametra ose çfarë do të marrësh dhe të kthej një raport për të cilin nuk duhet të punojë një programues që ta ndërtojë. Pra, arrin ta bëj këtë gjë. Tjetër, atje ku mund të jetë goxha interesante është tek pjesa e parashikimeve, për shembull për punën e stokut. Nuk duhet të rish të vrasësh mendjen për algoritma të caktuar, sistemi mund të shikojë një pattern dhe të sugjeroj për një mënyrë të caktuar pune. Pra në këto dy aspekte unë shikoj pjesën e inteligjencës artificiale në biznes. Patjetër që startupet kanë atë rolin e tyre, do vinë me ide inovative, të cilat me kohën do integrohen dhe ato dhe do jenë pjesë e ekosistemit, por kjo gjë është për të parë. Ndërsa tek logjikalisht pak më ndryshe gjëja, jemi edhe më afër përdoruesit atje dhe besoj se do jetë në një moment në të ardhmen e afërt që të integrojmë disa gjëra nga inteligjenca artificiale dhe atje. Por në kompaninë tuaj vet, keni filluar të përqafoni inteligjencën artificiale në kodim, në Interesante kjo pjesë. Mund të them që një pjesë e mirë e programuesve janë përdorues të heshtur të saj. Të heshtur se nuk e reklamojnë shumë, e kanë si aleat, e kanë si testues të ideve të tyre, për të rinjt jep zgjidhje të shpejta, nuk po them gjithmonë precize apo gjithmonë shumë efikase, por jep zgjidhje, ndihmon ato që dikur duhet ta bënin në disa orë kërkime në Google apo në forume të ndryshme. Pjesa e AI tua servir, si të thuash, të koncentruar. Kanë filluar ta përdorin prej më shumë se një vit e ca dhe aty e shoh domethënë si më të përdorshme. Kemi pjesën e suportit që po e përdor për troubleshooting, i bëjnë pyetje her pas here, u jep me aq sa ka mundësi përgjigje. Kështu që po adoptohet, patjetër që tek pjesa e të shkruarit, nëse nuk e ke bezdia të formatin standard që t'jep inteligjenca artificiale, edhe aty bën sens. Mua më ka rastis vetë, për shembull, kisha bërë një draft projekt dhe mendoja që ishte çdo gjë perfekte dhe prit më tha kolegu para se ta nisim, kërko dhe një gjë të fundit aty. Dhe aty pastaj mu hap një botë e re totalisht. Tash që ka munduar, po jo aq sa duhet. Diksioni te performanca edhe operacionaliteti përqafon shumë. Aty është vërtet një avantazh goxha i madh. Burare përmende këtë chatbotin ose këto përshërbimet. Një gjë që vëmë re neve kur po punonim me OSHM në rekomandimet për përmirësimin e shërbimit ndaj klientit që kanë ata. Një nga sfidat është gjetja e moduleve të inteligjencës artificiale që flasin shqip. Po, shumë e vërtet kjo. Dhe të paktën nga produktet që janë të gatshme në treg. Se këto që i përgatisin vetë, po kur flasin për adoptimin e produkteve të gatshme, për të ndoshta koston e sistemeve apo për të rritur shpejtësinë e implementimit të këtyre sistemeve, kjo është një sfidë që kam mbritur edhe si në tavolinat e Bashkimit Evropian.
për të parë se si mund të ketë një bashkëpunim me vendet e rajonit për të mbështetur gjuhët që janë me popullsi më të vogël. Pra ende ekziston ajo damka, nëse mund ta shpreh kështu, my country is not in the list. Nuk janë në listën e kompanive të mëdhaja, që listën e gjuhëve që mbështesin kompanitë e mëdhaja, madje edhe Duolingo akoma nuk flet shqip. Flet shqip, eksakt. Dhe kompanitë e tjera mbështesin anglishtën, frangjishten, pastaj këto vendet e tjera ku e kanë tregun. Çfarë mesazhi do t'i jepnit ju sipërmarrësit shqiptar? Është një pyetje e gjerë, se siç tham, janë sipërmarrësit që fillojnë startupet, janë sipërmarrësit e kompanive të vogla, janë sipërmarrësit e kompanive të mëdha, edhe secili nga ata ka, si të thuash, sfidat e tyre, sidomos në Shqipëri. Do thoja që një gjë e përbashkët në të gjitha është akoma kemi nevojë të bëjmë punë me mendësinë. Dhe kur them me mendësinë, mendësia jo se është ka një gjë për të rregulluar, por them që Shqipëria ka dalë nga mentaliteti i mbijetesës. Dhe mentaliteti i mbijetesës është një mentalitet ku ti kursen dhe thua, okay, unë do të bëj gjëra sepse kaq mund të marr. Kurse mentaliteti i lulëzimit është një mënyrë të menduari tjetër, është një mënyrë të menduari ku thua çdo gjë është e mundur tashmë, sepse çdo gjë është e mundur tashmë. Shikoj Shqipërinë që kemi dalë nga mbijetesa dhe jemi në momentin që duhet të ekzekutojmë sikur çdo gjë është e mundur. Dhe them që po të filloj të përqafohet ky lloj mendësie, edhe ne funksionojmë ndryshe. Domethënë, mendësia e çdo gjëje është e mundur, është që unë do shkoj të ta zgjidh këtë gjë, vetëm të ndorroj se çfarë dua të bëj. Shumë bukur, më qëndro pak këtu. Si aplikon ti këtë në punën tënde për ti? Në Shqipëri ka qenë pak sfidë. Domethënë, në Amerikë më ka ndihmuar shumë sepse është ambienti atje që të mundëson këto gjëra. Në Shqipëri, në fillim, sfida kryesore që pash ishte fjala nuk bëhet. Që nga kontraktori që vjen të patinojmë ujë në shtëpi apo të bëjmë mobilet në shtëpi. E kam pasur dhe unë. E ndaj këtë dhimbje me të. Dhe deri tek kur fillon të kërkon një procedurë të caktuar për të ecur shpejt dhe për të zgjidhur problemet. Domethënë, kjo ka qenë sfida kryesore. Është kjo qasja e startupit, le të them. Qasja e startupit që kërkon të thuash se çdo gjë është e mundur. Çdo gjë është e mundur. Vetëm duhet të kesh atë kuriozitetin edhe mënyrën e të menduarit që të shkosh edhe të lidhësh pikat me njëra tjetrën dhe të thuash e para çfarë është që nuk e di, të identifikosh. Dhe e dyta pastaj të vazhdosh të thuash si do ta gjej unë përgjigjen e kësaj gjëje që unë nuk e di. Dhe për mua kjo ishte një sfidë edhe për mua që ka kërkuar një ndryshim mentaliteti dhe nga ana ime si drejtuese dhe si udhëheqëse. Sepse vura re që në Silicon Valley kemi një homogenizim të tipit të personit që merret në punë. Janë të gjithë me këtë mundësi. Dhe puna të bëhet më e lehtë. Ndërsa këtu si të thuash, sfida ishte edhe sfida ime personale, ku unë duhet kisha këtë mentalitetin e lulëzimit dhe të thoja, okay, si drejtuese, kjo është sfida që kam unë, atëherë si duhet dhe kjo është arsyeja që jam këtu për të adresuar këtë oportunitet për të ndryshuar mendësinë. Dhe pra je një forcë tani brenda administratës publike që po tenton të ndryshojë ca ekuilibra. Nëse mund të shprehem. Unë e shikoj si një forcë fuqizuese. Dhe forca fuqizuese
bën atë që është më e mira për të arritur më të mirën, me një mundësi të re dhe me një mundësi të kompasionit dhe me mundësinë që të bashkëpunimit të hapur. Cili është roli juaj tamam brenda qeverisë, jeni strukturë? Po. Jemi një agjenci shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë dhe të Inovacionit dhe si qëllim ose si funksion kemi fuqizimin e administratës publike me inovacion. Dhe inovacion në këtë rast mund të jetë rekomandimi një strategjie të re nëpërmjet benchmarkut me shtetet e tjera për të fuqizuar një institucion të caktuar apo një ministri në zhvillimin e strategjive që janë në bashkërinim me Bashkimin Evropian, për shembull. Ose mund të jetë një rekomandim se si të përmirësohen operacionet e një institucioni të tërë. Në këtë rast kemi bërë për shembull rekomandimin, studimin, analizimin e proceseve të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për të rritur vizibilitetin dhe transparencën në impaktin që kanë në mjedis subjekte, që në nivelin e kryeministrit dhe në nivelet më poshtë të ministrit dhe të drejtuesve të institucioneve. Dhe në këtë rast kemi bërë një rekomandim që ka strategji, menaxhim, benchmarkun se si shtetet e tjera arrin këtë gjë, KPIs që janë më të mira qoftë në Shqipëri dhe më të rëndësishme në matjen e këtij impakti, deri tek rekomandimet për edhe teknologjinë dhe kërkesat funksionale për menaxhimin e këtij institucioni, të cilat pastaj kanë kaluar në implementim real. Okej. Pra le të themi qasja juaj në rastin konkret është një strukturë horizontale që ka zyrat apo përfaqësuesit e vet në çdo strukturë të rëndësishme shtetërore, ministri apo. Po, ne në fakt kemi në strukturë qendrat e inovacionit dhe të ekselencës për çdo ministri të linjës. Dhe secila nga këto qendra ka nga 3 deri në 6 persona në varësi të madhësisë ministrisë, që mbështet me një staf multifunksional projekte të ndryshme në lidhje me inovacionin në të gjitha këto ministri. Dhe si impakton demografia e punonjësve brenda këtyre strukturave, po dhe vetë strukturës tuaj, performancën tuaj, keni ato çështje që unë po bisedoja përpara. Po më bëhet po bëj një assumption se çfarë, atëherë sfida më kryesore është kuptueshmëria se çfarë bëjmë neve dhe kjo kërkon, si çdo startup, kërkon që titullari dhe drejtuesit e qendrave të inovacionit të ekselencës të bëjnë punën e tyre në promovimin e shërbimeve që ofrojmë ne. Dhe e dyta, çdo sfidë që shikojmë qoftë me mundësinë, qoftë me bashkëpunimin, por dua të them që bashkëpunimi ka qenë maksimal dhe dëshira për të bashkëpunuar. Madje sfida ka qenë që ai përmbushin me dot kërkesat që po vini në mënyrë të shpejtë me ekspertët e duhur për problematikat që po adresoni. Dhe në këtë aspekt sfida kryesore ka qenë gjetja e ekspertëve në kohën sa më të shpejtë për të punuar në administratën publike. Dhe arsyet për këtë kanë qenë të dy fishta. Një, sepse në fillim agjencia ishte e re, nuk e kuptonin se çfarë bëjmë, na quanin si një administratë standarde ose pjesë e standarde administratës, dhe kështu që nuk kishte shumë interes. Madje gjatë proceseve të intervistave unë mund të marr rreth 150 veta vetë personalisht. Kemi pasur 200 aplikantë në aplikimet e para fare dhe unë kam intervistuar mbi 100, në mos 150 veta personalisht. Për të dhënë mundësi të gjithëve që punësimi në administratën publike është i barabartë dhe madje u kam dhënë edhe feedback se pse ata nuk mbushin kërkesat për të atë not. Jemi duke krijuar struktura të cilat patjetër kanë impakt. Albania që e përmendet si shembull,
për mua është një platformë që vlen të përmendet si e thuri pozitive ndaj digitalizimit. Vërtet na ka zgjidhur shumë punë, kuptohet që ka pasur dhe ato ulëngritjet e veta. Ishte një periudhë që shumica e institucioneve nuk ta pranonin dokumentin nga shkarkuar nga Albania si dokument zyrtar, ndërkohë që sot është absolutisht i pranuar dhe i mirëpritur madje. Kështu që është një nga ato shembujt konkret që këtu po funksionojnë goxha gjëra në këtë kontekst. Gjithashtu, Albania funksionon si një vitrinë digjitale e të gjithë agjensive shtetërore që marrin pjesë në atë ekosistem. Po çfarë mund të na thoni për pjesën e diasporës, për shembull, për brezin e ri? Si po përpiqeni të integroni dhe këta që të ndihen pjesë e kësaj? Pyetje shumë e vënd. Agjencia u krijua me idenë e tërheqjes së ekspertëve më të mirë vendas edhe të huaj që të përfshin edhe diaspora. Ka qenë një përpjekje që e kam filluar që në fillimet e agjencisë, të krijimit të agjencisë, dhe jo më larg se sot, pata një bisedë me një nga profesorët e diasporës për të vazhduar krijimin e programeve që të integrojnë ekspertët që janë në diasporë në iniciativat e ndryshme që angazhohet Agjencia e Inovacionit dhe Ekselencës në Ministrinë e Linjës. Dhe po themi që kjo është një iniciativë shumë e rëndësishme, sepse ne ekspertët i kemi, ekspertët shqiptar, dhe unë mendoj që në projektet e ndryshme, qoftë edhe projektet e huaja, diaspora ose ekspertët shqiptar duhet të kenë një farë prioriteti në integrimin e tyre në këto projekte dhe duhet të bëjmë punën tonë për t'i tërhequr, dhe agjencia u krijua me një nga këto misione për të tërhequr ekspertizën që është në diasporë, drejt të cilës po punojmë. Tani, meqense po flasim për rëndësinë e adoptimit të inovacionit dhe të teknologjisë në bizneset shqiptare. Nuk më dëgjoj njëri më mirë se ty, Gendi, që të japi një mesazh kompanive shqiptare, sipërmarrjeve shqiptare në lidhje me rëndësinë e adoptimit të teknologjisë bazë të eksperiencës shumëvjeçare. Që ke? Okej. Pyetja është goxha interesante. Mund të them që po vinë kohë të vështira. Pra, ky tregu që dikur thoshin ka vend për gjithë, nuk do ketë më vend për gjithë. Kështu që ata që adoptohen do mbeten në treg. Dhe ata që nuk do adoptohen do zhduken ashtu siç bën dinozaurët. Tregu europian nuk është kaq pa konkurrencë sa ne mendojmë. Megjithse jemi vend i vogël dhe nuk do kenë shumë interes në fillim, do gjejnë mekanizma për të futur dhe për të na marrë punë. Kjo vlen si për mua, si kompani teknologjie, po ashtu edhe për bizneset e tjera që punojnë dhe luftojnë në këtë treg për market share, për pjesë tregu. Do vinë me shumë të resurse, do vinë më të organizuar, më të përgatitur dhe do vinë me mendësinë për të lënë vetëm pak lojtar në treg, jo të gjithë, për të hapur biznesin. Kështu që unë mendoj që këtë ne duhet ta shohim si vërtet si sfidë, po edhe si oportunitet. Nuk është të thënë që ne të jemi viktima, mund të jemi dhe sulmuesët, nëse jemi gati. Pra, nëse ne përgatitemi si duhet, na hapet një treg i ri, i cili nuk është më 3 milion banor në letra apo 1.800.000 me census, po është 300 milion banor. Dhe mund të kemi një efekt tjetër, domino, ku ne të jemi ata që po sulmojnë, dhe jo të jemi në pozita mbrojtje. Një gjë shumë të rëndësishme që është kërkon të njohësh tregun, kërkon të njohësh biznesin, kërkon të jesh i organizuar, i përgatitur dhe të mos i lësh as edhe një gjë rastësisë. Pra nuk ka vend për rastësi.
për brezilerin? Okej. Një pyetje që mua më vjen ndërmend është për këtë brezin e ri që kemi kaq shumë sfidë për ta mbajtur këtu në vend. Çfarë këshilla do jepje, si duhet të reagojnë dhe a duhet të shohin ikjen si të vetme zgjidhje apo ka ndonjë strategji tjetër për të qasur? Është një pyetje Unë kam një pyetje lidhur me këtë brezin e ri, që me kaq mund dhe me kaq përpjekje duhem ta mbajmë këtu, por që shikon ikjen si të vetmen rrugë për të zhvilluar dhe për të rritur. Çfarë do i këshilloje? Do jep. Ka dy pikështrime në këtë. E para më ke prekur pak në zemër, sepse ky brezi i ri ka qenë një nga arsyet kryesore që unë vendosa të kthehem në Shqipëri, sepse kam vënë re një dëshirë shumë të madhe për të rritur dhe për të qenë të suksesshëm dhe mendoj që kam pak nevojë për drejtim, se si të arrin ato synimin që kanë ata. Dhe në të njëjtën kohë, gjatë këtyre muajve eksperiencë që kam pasur këtu, duke punësuar madje të rinj profesionist, them që Shqipëria ka të rinj që duan të rinë në Shqipëri. Dhe optimizmi që kanë ata për Shqipërinë është i magjishëm, po them. Dhe këtë kemi vënë re nëpërmjet një iniciative që i quajmë Gjenerata e Inovacionit, ku pavarësisht se ne nuk kishim një sistem monetar për fituesit e atyre që prezantonin idetë më të mira në implementim në administratën publike, interesi ishte i lartë dhe interesi ishte për dëshirën për të rritur, dëshirën për të mësuar dhe dëshirën për të krijuar një gjë të re që vjen nga ata vetë. Dhe madje kemi marrë edhe një nga këta të rinj, e kemi marrë të punësuar si programues në agjenci, që ishte një gjë e suksesshme. Dhe gjithashtu mund të them që kur dëgjojnë për iniciativa si Agjencia e Inovacionit, ku ata i kanë mundësi që të bëjnë gjëra të reja, edhe të rriten profesionalisht, them që këtë oportunitet t'i ofrojnë dhe bizneset si ju, private, dhe them që duhet jetë dhe nga ata dëshira një çik më e madhe për të fokusuar në rritjen e tyre profesionale. Dhe them që duhet edhe ata të bëjnë përpjekjet e tyre në mënyrë që të kapin mundësitë që janë në Shqipëri sot. Mendon që duhet të jetë e orkestruar si përpjekje nga të gjitha palët? Unë mendoj që oportunitetet janë. Mendoj që janë. Të paktën me sa kam vëzhguar, qoftë nga bizneset suksesshme si juve, qoftë nga iniciativat që kemi brenda administratës publike, them që duhet të krijohet një mekanizëm brenda të rinjve që janë këtu, që të dinë se si të krijojnë rrugëtimin e tyre profesional. Domethënë ta marrin të ardhmen vetë ata në dorë dhe të vendosin se ku duan të rriten dhe pastaj të shikojnë dhe të kërkojnë atë mundësi në mënyrë që të rriten në atë mundësi. Dhe qoftë të çojnë ty një email, qoftë të më çojnë mua një email, por duhet të vi nga ata vetë. Dhe që të jenë të gatshëm që të jenë coachable. Është ky termi që të jenë të gatshëm që të marrin këshilla se si të rriten profesionalisht. Unë në skuadër i them profesionistëve që kemi aty si ekspert, i them që pavarësisht se ju mendoni se jeni në nivelin e ekspertizës më të lartë, do të sfidojeni në mënyrën më të lartë, sepse funksionojmë si atletët olimpik. Atletët olimpik asnjëherë nuk kënaqen me arritjet e tyre.
Dhe në qoftë se do funksiononin si atletët olimpik, atletët olimpik e marrin përsipër vetë disiplinën, atë bërjen e ushtrimit që i jep trajneri, po ama do ta bëjnë ata. Dhe unë këtë gjë vëzhgoj që mundësitë sa vijnë po rriten, fondet e Bashkimit Evropian hapin mundësi të pafundma, iniciativat e qeverisë ka shumë iniciativa ku ata mund të angazhohen. Po shikoj kompani private që kanë një profesionalizëm të lartë në ofrimin e mundësive dhe them që duhet të ketë një farë përpjekje edhe nga ata që të arrijë mundësitë. Unë të falenderoj shumë që ishe me mua. Faleminderit. Ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit Genti, edhe shpresoj që të kemi biseda të tilla në vazhdim, sepse edhe për mua janë shumë. Unë do të dëshiroja shumë, jam i sigurt që pas pak kohësh të dy do kemi sfida të reja dhe do kemi dhe vend për diskutim dhe për debat. Megjithatë, s'duhet të na mungojnë as panelet dhe as organizimet e tjera që sjellin rrahje mendimesh, do thoj unë, dhe risinë në mendësi. Unë të falenderoj që ishe me mua dhe shpresoj të shihemi sërish në podcastet e tjera. Gjithashtu Genti, ishte kënaqësi dhe mirëpres fjalët e tjera.